kemi besim tek Perëndia edhe t'i bindemi fjalës së Zotit. Pra është goxha fiduese edhe ndonjëherë raskapitse kur ti përballesh në situata kur të sfidojnë ose edhe kur të sulmojnë. Por ajo çfarë është më e rëndësishmja që neve duhet të kuptojmë është se fakti Perëndia vdiq për ne. Vdiq në mënyrë që ne të kemi mundësinë në shpëtim. Kemi mundësinë për të qenë më afër Perëndisë. Ashtu siç lexuam tek Efesianët kapitulli 2, është fakti që Perëndia na deshi ne, edhe Pali i rikujton Efesianët ku ishit, çfarë banit, edhe ku erdhët dhe çfarë u bët, për çfarë u bët trashëgimtar. Një nga ato, domethënë si thua, motot ose qëllimet e jetës tonë, neve shpesh herë e kemi të gabuar. Lejni ta shpjegoj. Kur neve duam që të arrijmë për diçka, ne shpesh herë krahasojmë arritjet tona me arritjet e të tjerë. Edhe asnjëherë nuk jemi të kënaqur. Por çdo njeri ecën me hapa të ndryshme në jetë, me mënyrën e vet të sjellurit, të menduarit, të punuarit, e të arriturit gjëra. Por nëse ne shpesh herë e kemi të gabuar, sepse në fakt ne duhet ta krahasojmë veten tonë me njeriun e mëparshëm tonin, si ishim më përpara. A kemi ndryshuar ne këtë kjo pjesë? Besoj se po, sepse në momente të ndryshme, nëse kur neve arrijmë të arsyetojmë edhe të kuptojmë që jemi ndryshe, shpesh herë kur shikojmë atë veten tonë të vjetër, ne ndonjëherë na vjen edhe keq. Ne ndonjëherë bëjmë atë pyetjen, po pse pas e qenë kaq budalla? Ose po pse pas e qenë kaq i pa informuar të kjo pjesë? Pse u tregove kështu? Pse u tregove ashtu? Pra, nëse neve krahasojmë në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre veten, atëherë ne po përmirësohem. Nuk e di, e keni dëgjuar këtë thanin që thon gjithmonë, nëse ti kujdesesh për mua, unë do kujdesem për ty. Kjo prap ka cinizëm, egoizëm në vetë. Po sikur të thonim, unë do kujdesem për veten time për ty dhe ti kujdesu për veten tande për mua. Pra nëse unë kujdesem për veten time, që ta paraqis veten time tek ty në mënyrë të kulturuar, të sjellshme, të dashur, ashtu siç ti e meriton, edhe ti bën të njëjtën gjë tek unë, do të ecim goxha përpara. Është thënë dhe thuhet gjithmonë që është vështirë të gjesh miq që do kënaqen me arritjet e tu. Gëzojnë me arritjet e tu. Duar të rekasin për arritjet e tu. Është shumë e vështirë të gjesh miq të tillë. Por gjithmonë duam apo nuk duam, neve gjithmonë jemi të rrethuar me njerëz që kanë smir, kanë xhelozi, edhe nuk janë dhe aq sinqert. Një thënie tjetër thot, ose dikush tha, në qoftë se ti do të vi një ditë dhe do të jesh i pëlqyer nga të gjithë, pra të gjithë të pëlqejnë, të gjithë të respektojnë është fjalë e madhe. Po të gjithë të pëlqejnë ty, atëherë shiko mirë veten tënde, sepse ti je bërë njeriu më falso që ekziston. Çfarë do të thotë? Në qoftë se neve jemi bërë ose bëhemi një njeri i tillë, domethënë që sjellja jon ka arritur në atë formë që neve përpiqemi gjithmonë të kënaqim të tjerë. Dhe nuk jemi për të kënaqur ose për të arritur atë kënaqësinë tonë në veten tonë. Pra kënaqjen të tjerë. Gjithmonë në jetën tonë ka njerëz në jetën tonë që na kanë inat,
nuk na pëlqejnë, nuk i pëlqen mënyra se si neve flasim, nuk pëlqen mënyra se, për shembull, se si me ndajmë diçka, një mësim apo një punë apo një diçka, nuk i pëlqen ai lloj mënyre. Edhe kjo është në rregull. Sepse ti nuk përshtatesh në ta, por ti përpiqesh të jesh më mirë me veten tënde. Ti punon për të arritur ndryshe, po duke u përmirësuar me veten tënde. Duke parë që ti je ndryshe, duke punuar për të bërë ndryshe, por ama duke punuar në veten. Sepse nëse ti përpiqesh dhe punon që të bëhesh më i mirë se ç'je, domethënë është në gjë është pozitiv. Në aftësitë tua ku ti punon, sigurisht që duhet të kesh arritur një shkallë, duhet të jesh përmirësuar nga ç'ke qenë në fillim. Apo dhe kjo do të thotë që ti ke punuar me këmbgulje dhe ka arritur aty. Pra je përmirësuar. Shpesh herë neve punojmë gabim. Neve punojmë për të marrë time materiale dhe duke harruar që të punojmë që të marrim përfitime profesionale, le të them. Pra të përmirësohemi tek ajo pjesë. Duke u bërë në këtë lloj mënyre, ti e përmirëson veten tënde. Punon me veten tënde. Dhe kjo është gjëja më e vështirë. Sepse nëse neve punojmë me veten tonë, atëherë sigurisht që dhe suksesi do të vi. Edhe e mira do të vi. Ashtu është edhe në marrëdhënie me Perëndin. Nëse ne punojmë çdo ditë me veten tonë, me besimin tonë, atëherë edhe ai do të përmirësohet. Nëse punojmë me bindjen tonë çdo ditë, edhe ai do të përmirësohet. Dikush pyeti në intervistë njërin që mori pjesë tek maratonat. Këto maratonat tani kanë filluar 5 kilometra, 7 kilometra, 21 deri në 42 kilometra. Edhe njërin e mori në pyetje, domethënë ky kishte marrë pjesë te kjo maratona që është 42 kilometra. Edhe ishte momenti që sapo mbaroi, ishte tek pika e finishit. Edhe pyeti si ndihesh? Është ndjenja më e shpifur, tha, dhe më e dhimbshme. Sepse ishte lodhur, ishte rroskapitur, çdo pjesë e trupit të tij i diqte, muskuli, muskujt e tij ishin aq të lodhur. Sa po thosh, është ndjenjë shumë sfiduese, shumë sfilitse. Por e pyetën pas 2 javësh dhe ishte përpara kompjuterit dhe e pyetën çfarë je duke bërë? E duke qeshur, tha, po aplikoj, tha, në maratonën e ardhshme të marr pjesë. Ne e dim që vuajtjet, puna, procesi është i vështirë, është i dhimbshëm, është i lodhshëm, por ama kur arrim në anën tjetër, neve shikojmë ndryshimin, neve shikojmë gjatë kohës së dhimbjes, gjatë kohës sfilitse, gjatë kohës së vuajtjes, sigurisht neve na vjen mendje që të heqim dorë, që të largohemi nga ai proces. Themi ndjenja më e keqe. Nëse neve presim dhe durojmë deri në pikën e finishit, deri në aty kur marrim rezultatin, atëherë na vjen mirë. Asnjërit nuk i pëlqen të shkojë në punë, por të gjithë mundohen të jenë të përpikt me orarin. Sepse për ndryshe merr edhe paralajmërime, merr edhe heqje nga pjesë e rrogës. Pra na pëlqen finishi, neve e dim që në fund të muaj do marrim rrogë. Edhe kur kalon ajo rroga në llogarinë tënde, tani kanë arritur dhe çik këto, është përmirësuar ky muhabeti i ardhjes së rrogës. Më përpara do shkoje, do prisje radhën, kurse tani shkon e kontrollonte banka, kurse tani banka, pra më përpara shkoj e kontrolloj te banka,
kurse tani në momentin që ajo kalon në llogarinë tënde, se ç'vjen një mesazh. Ping! Edhe ai mund të jetë tingulli më i shpifur që ti ke zgjedhur, por në ato momente është tingulli më i bukur që ti dëgjon, se ti di datën që zakonisht kalohet rroga, që është o 2 ditë para, o 2 ditë mbrapa, edhe ti në ato momente kur dëgjon mesazhin e shikon telefonin. Po kur nuk është ai, po ç'deshet ti s'deshet. Derisa dëgjon atë tingullin, ting, është tingulli më i bukur. Neve lexuam nga Efesianët së bashku, kapitulli 2, edhe kur Zoti na kujton edhe na tregon ku ishim. Ai thot që nga vargu i parë të kapitullit 2, ai u dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në shkelje dhe mëkate, në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote. Le të mendojmë për një moment, kot kështu nga ajo bota jonë fizike. Shpesh herë gjatë procesit të punës neve themi jemi të lodhur, jemi të rastapitur, nuk duhet ja di, ne po këtej nuk shtyhet në punë, nuk bëhet, nuk është. Por çfarë do të kujtonin veten tonë kur ishim pa punë? Neve ishim pa punë, neve ishim pa shpresë, neve ishim të lodhur, ne ishim të rastapitur. Neve më e keqja e dinim që edhe në fund të muajit përsëri nuk ishte çmim, nuk ishte shpërblim. Por tani ka shpërblim. Dhe ti e merr këtë lloj shpërblimi edhe siç të ndjen. Ka pritur ato dhimbjet e çuditshme që ti ke patur gjatë muajës, jo dhimbje mezi, jo dhimbje kurrizi, jo dhimbje krahësh, e muskujsh, e gjitha me radhë. Në ato momente kur vjen ai mesazhi i kalimit të rrogës në llogari, ti thua pasi më dhi. Na aty edhe pse ishim të përplasur në rrugë të shkelur, imagjinoj si një njeriu më pa vlerë që ti mund të ndihesh në botë, një lyps, një njeri pa lar, një njeri pa ngran, që ke kohë, nuk i ke shijuar gjërat e mira. Në ato momente vjen Perëndia edhe të merr, jo vetëm që të merr të lanë, të pastron, por gjithashtu të merr dhe të futë dhe të unë në tavolinën mbretërore. Ku ti as që do ta kishe imagjinuar që do të ekzistonte një vend i tillë. Madje edhe ne sot, kur shkojmë në vende të ndryshme të bukura që nuk i kemi parë asnjëherë në jetën tonë, ne themi, as ka dhe kështu. Ekziston ka dhe këtu? E njëjta gjë është kur neve vim në tek Perëndia edhe kemi pikërisht këtë lloj bekimi, këtë lloj ku ta di unë, pasurie, trashëgimie, jo vetëm çfarë mund të imagjinoni materiale, por dhe shpirtërore. Neve mund të kërcënohemi, po flasim e vdekje shpirtërore. Edhe Zoti ka ardhur dhe na ka dhënë përjetësi. Shpesh herë njerëz të ndryshëm ka ndodhur dhe juve mund të dini dhe histori, kanë qenë smur shumë keq, por Zoti ka bërë dhe ka sjell një doktor në jetën e tyre që i ka ndihmuar, i ka dhënë ilaçin edhe i ka shëruar. Ai njeri nuk do t'ja di më çfarë thon të tjerët për atë doktor. Por në momentin që ai shërohet edhe ngrihet në kamp, ai thot, unë isha në varr, po ti më ngrite, më bëre njeri përsëri. Edhe besoj që keni njerëz të tillë që japin të tilla lëvdapesh. Vëllezër e motra, Perëndia e bëri këtë gjë me ne. Na ka dhënë jetë të përjetshme. Vargu 19 na thot, kështu pra nuk jeni më të huaj e bujtës. Si mund të mendosh për në një hoteli më të shtrenjtë që ekziston në botë, edhe më të miri. Ti nuk do ta merri dot në mend ose që t'i afrohesh. Edhe shpesh herë, edhe sot e kësaj dite neve kur janë vende të bukura dhe dukemi që është i shtrenjtë kështu me radhë, ne asnjë marrim mendimin që t'i afrohesh atij.
Por imagjino Zoti të ta jep këtë lloj bekimi dhe të shkosh dhe të shpenzosh 2 ose 3 net ose 10 net tek ai hotel edhe falas. Çfarë lloj bekimi është ky? Imagjino tani në pallatin mbretëror, qiellor, Perëndia na ka bërë bashkëqytetar. Na ka dhënë të drejtën, le të themi, edhe një të shtëpie shpirtërore. Por thot, nuk jeni më bujtës, por bashkëqytetar të shenjtarëve dhe pjesëtar të shtëpisë së Perëndisë. Të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti dhe të guri i qoshës. Pra, çfarë po thot? Në të cilën vargu se një gjithë ndërtesa lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë i Zotit, që nuk prishet e nuk shëmbet kurrë. Në këtë lloj bekimi, në këtë lloj vendi, në këtë lloj mbretërie, na ka bërë dhe Perëndia trashëgimtar. Pra çfarë do të thotë për ne ti bindemi, të kemi besim tek Perëndia, ti bindemi Zot. Ne mund mos e shikojmë dot, edhe shumë njerëz në momente të ndryshme të jetës tyre nuk e kanë arritur dot që të kenë ditë bardha. Por ama i kanë qëndruar Zotit besnik deri në fund, deri në vdekje. Ne kemi këtë lloj privilegji që nuk na imponohet besimi, nuk na imponohet ku shkojmë, në kishë, në xhami apo ku duam ne. Çfarë do që të besojmë ne? Ne besojmë te Krishterimi. Ne besojmë që Jezusi është biri i Perëndisë, ai vdiq, u kryqëzua, pra u kryqëzua dhe vdiq dhe u ringjall ditën e. Dhe për të gjithë ne që e pranojmë Jezusin si shpëtimtarin tonë, ai na jep përjetësi, ai na bën pjesëtar të trashëgimisë së Perëndisë. Si bashkëqytetar, me të drejta të plota. Perëndia sot po kujtohet, Jezu Krishti sot po kujtohet për Pashkën, që shumë njerëz sot festojnë, edhe shumë njerëz mund të keni dërguar mesazhe, mund të keni marrë dhe mesazhe urimi gëzuar Pashkën. Qoftë një Pashkë e mbar, e kështu gjëra, qoftë begat. Këto gjëra urime janë të mira, nuk po themi, nuk janë gabim. Por ne duhet gjithashtu dhe të fokusohemi tek ana jonë shpirtërore, që është shumë e rëndësishme për gjithë secilin prej nesh. Zoti nuk na bekon vetëm nga ana materiale dhe nga ana fizike, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe nga ana shpirtërore. Edhe le mos ta harrojmë këtë gjë.